Jemi, kështu që nuk kemi ne mundësi as ta migullojmë, shikoni, as ta bllokojmë. Vetëm pak, jepini përgjigjet konkrete, shkurta se ka shumë edhe nuk pastaj më akuzojnë mua më thonë nuk po i përfshin gjithë. Unë jam përfshirës, nuk jam përjashtues. Siç e dini edhe ju, Gruda dhe Kraki. Ilir Seferi nga Augsburgu i Gjermanisë, pyetje për Grudën. A beson se jeni deputet i barabartë me ata të vetëvendosjes? Nëse po, a keni edhe ju përgjegjësi për krijimin e parlamentit apo vetëm ata televizijës vetëvendosje? Përgjigje konkrete. Pyetje shumë interesante. Natyrisht që jemi deputet barabartë, unë shpresoj që s'tu s'kemi mendim ndryshe, besoj që vajtohet që jemi deputet barabartë. Por unë jemi të obliguar me punu që unë do t'i përgjigjem. Por unë se ka jam një shikuesi? Ilir Seferi. Ilir, unë edhe Kraku kemi nënshkruar një betim që thotë unë deputet i Kuvendit Kosovës betohem me mbrojt kushtetutën dhe ligjin e Kosovës. Absolutisht. Unë këtë po bëj. Unë nuk mund të votoj Ilir nuk mund të votoj unë dhe kushdo tjetër ndesh me kushtetutën dhe me ligjin. Unë jam jurist, as ma pak më falit mu. Kjo është ajo që më. Okej, shkojmë me pyetje tjera. E pash një pyetje të Ibrahim Kelmendit, por nuk e di ku e kishte dërguar. Nëse është Ibrahimi duke na përcjellur, le ta bëj pyetjen direkt tek se e pati një po bëhet fjalë për ish-drejtuesin e LPK-s, Lëvizjes Popullore të Kosovës, i cili është një shikues i rregull dhe më tha se më dha komplimente për debatin e sotëm, kështu që komplimentet janë për juve dy, jo për mua. Përshëndetje dhe. Po, përshëndetje. Shkojmë me pyetje të tjera. Muzafer Avdyli thot përshëndetje, kushtrim të nderuar panelist, a ka patur ndonjëherë ndërhyrje nga partia e dytë apo e tretë për të caktuar kryeparlamentarin? Partia e dytë ose e tretë? Shikoni, tentimi ka qenë dhe është realizuar në 2014, kur kryetari i Kuvendit ka ardhur nga partitë jo fituese. Prandaj është ankimu ajo dhe gjykata kushtetuese në 2014 e ka invalidu komplet seancën dhe zgjedhjen në atë kohë kryetarit Kuvendit sepse nuk ka ardhur nga fituesi. Ka pas një situatë në 2014 kur Lëvizja Vetëvendosje e ka kontestuar zotin Veseli mbi argumentet që i thojnë sot. I thëshin s'ki drejt, blina thëshin edhe s'keni drejt me propozu, kem drejt na. Kështu kanë thonë. Zoti Veseli atëherë ka dhënë një deklaratë që unë mendoj që nuk po përsëritet ai standard më. Edhe është publike, mund ta transmetoni, i thot zotit Kurti, bën një 61 vota aty. Hajde merr edhe kryetarin e Kuvendit. Ajo është leadershipi që ka nevojë sot Kosova prej një fituesi. Po ajo nuk duket që do të me delegu, ajo prandaj e drejta. Shkojmë pyetje tjetër. Shkurt që ti përfshi. Bekem Azemi, përshëndetje, kushtrim dhe dy deputetët. Pyetje për deputetin e PDK-s. Pra për ju, zoti Gruda. Pse partia fituese është bllokuese kur ajo kandidon me një emër për kryetar të Kuvendit dhe voton atë? Dhe nuk janë bllokues partitë opozitare që votojnë kundër dhe pse kushtetuta i jep të drejtën për emrin e kandidatit? Sepse na nuk jemi detyruar, e shpjegova këtë përse sa një herë me një fjalë, nuk jemi detyruar me votu kandidatin që propozon. Ne nuk jam mohojmë drejtën me propozu, por na nuk kemi detyrim me votu kandidatin që don vetëvendosje. Pikë, fare e thjesht. Ka edhe deputet tjerë që të mund të propozojnë, këtë kandidatë ne nuk e votojmë. Ne ushtrojmë të drejtën tonë me votu kundër. Okej, Ismet Berisha. Po mundohem zigzag që ta bëj, pyetje për zotin Kraki. Thot, po shihet që nuk i keni numrat për kryeparlamentar dhe formimin e qeverisë. Pse nuk bëni marrëveshje politike me parti tjera apo dëshironi të qeverisni të vetëm? Rregullat aktuale, kuadri i shkruar edhe i kuptuar në atë mënyrë në Kosovë, nuk kërkon që në fazën e konstituimit të Kuvendit të identifikohet shumica qeverisëse. Kështu që shumica për me qeverisë, formimi i qeverisë është në fazën e dytë. Kështu që prandaj s'ka afatizim, te konstituimi i Kuvendit s'ka afatizim, sepse fryma e kushtetutës konsiderohet e nënkuptueshme, e nënkuptuar dhe duhet respektohet nga gjithë. Prandaj edhe në letrën e presidentës u rikujtu që ju duhet ta gjeni modus operandin, formën, si të dilni nga kjo situatë, që është obligimi ju i kushtetues. Prandaj s'ka afat. Agron Gjokaj, pyetje për zotin Gruda. Për çfarë arsye u takuan sot Krasniqi dhe Kurti? Çfarë ka kërkuar Albini prej Memlit edhe çfarë Memli prej Albinit? Konkretisht. Edhe na ka me të bësh zoti Gruda se
po thoshte në atë